Flamurtari në basketbol për femra siguron një tjetër fitore të rëndësishme këtë radhë në transfer përballë Tiranës në shifrat 56-91 përballë një ekipi rival ndaj Flamurtarit për titullin kampion këtë sezon. Megjithatë, ndeshja në parket ka treguar krejt të kundërtën me ekipin e Flamurtarit, që ka dëshmuar qartë se mbetet ekipi më i mirë në basketbol për femra për këtë sezon, duke mposhtur për herë të dytë Tiranën. Ndeshja ka qenë totalisht dominuese e ekipit të Flamurtarit, ndërsa 10 minutat e para janë mbyllur në shifrat 21-8 për ekipin e Flamurtarit, i cili ka vijuar dominimin edhe në 10 minutat e dyta, duke mbyllur edhe pjesën e parë në shifrat 45-24. Në dy periodat e fundit të ndeshjes, ekipi i Flamurtarit ka alternuar edhe lojtaret e reja, duke aktivizuar ato në ndeshjen përballë një rivali kryesor siç është Tirana. Në fund të takimit, shifrat kanë rezultuar rezultatin 91-56 për ekipin e Flamurtarit, që merr kështu një tjetër fitore të rëndësishme, duke vijuar të kryesojë renditjen e kampionatit kombëtar të basketbollit për femra. Pas fitores të arritur në Vlorë ndaj Tiranës, por edhe pas fitores të arritur po me këtë ekip në Superkup, Flamurtari e kanë poshtur për herë të tretë, 2 herë në kampionat dhe 1 herë në finalen e Superkupës e ekipin e Tiranës, atë që cilësohet si një nga pretendentët për titull së bashku me Partizanin dhe që do të rivalizojnë Flamurtarin drejt trofeut kryesor. Megjithatë, në ndeshjen e ditës së shtunë të luajtur në kryeqytet, Flamurtari ka dëshmuar edhe një herë tjetër qartë ambicjet dhe forcën e tij në këtë sezon, duke mposhtur me një rezultat mjaft të thellë ekipin e Tiranës, një nga rivalet dhe pretendentët e këtij sezoni.